A ishte frika Albin Kurtit, se unë e njoh Hoxha Amir që 25 vjetë dhe pa ja njoft profilin psikologjik të njeriut, kot e komenton politikisht. Është i kënaqur si do të qofsh që ta. Aja ishte frika ati. Oh my god, çka ka me bëu tash me këtë 51%. Mas pari do të me implementu fikall vet autonomin për Serb, që unë e kom nënshkru, që kërkush s'm ka shti, as amerikant, as BE-ja, po vetë unë e kom bo, a kupton? Edhe nëse e bëj veç vetë, nuk e bëj me një partner në koalicion, qoftë PDK, qoftë LDK, që me shpërndafojnë, çka ka me bëu tash unë? Një, e dyta. Ka detyra të leta. Po, e dyta. O zot, çka ka me bëu që nuk kam staf me gjithë këto vota që përfitoj. S'ka desh me fitu këto vota kjo. Kënë me bo ministër të arsimit, kënë me bo ministër të financa, kënë me bo ministër të shëndetësisë. Te a keni po që kjo nuk ka njerëz. Do më thonë, lista ati është 90%. Haxhi Avdyli merret pa shprehur ndërsimin. Analfabet funksional, dete mediokri, mas shumë ti. Mjek është më? Ha? Mjek. Oh, kjo ama, a kupton? Dhe këto dy janë çështje kryesore pse Albin Kurti nuk është entuziast. E para në rrafshin ndërkombëtar. Jo, nuk peshin e zotin Kurti, se ka disa ti që kanë mbaruar zgjedhjet, mos themi, ishin 28 dhjetor, pati paraqitje dhe duket që nuk është ka manifestohet ky rezultat edhe me veprime normale politike, në takime, në forume, në ide, në diskutim të programit, në adresim të problemeve të para që i ka Kosova, pikpamje zhvillimore të brendshme politike dhe jo vetëm politike, në pikpamje ndërkombëtare kështu me radhë. Nuk po shihet që po e dëshirojnë me gjithë dëshirë ta kapitalizojnë këtë përgjegjësi në pushtet. Së paku mund të jetë rreshme kjo. Jo, unë kam këtë përshtypje një të ndaj me ju, atë për shkak të dy arsyeve që thash. E para, ky menjë në rrafshin ndërkombëtar do të më ballafaqohet me implementimin e autonomisë, të cilën kjo e ka bu në Ohër, se ka imponuar kërkush, dhe është vetë tash. Nuk ka bashkëpunëtor në koalicion, nuk ka PDK, LDK, aty se fitoi zgjedhjet vet, po përsëris dhe dyta se ky nuk ka me shumë me qeverisë, me këtë listë të njerëzve pa përmbajtje, pa ekspertizë, pa teknokraci që i ka me vete. E ka dokumentuar dhe herën e kaluar për 4 vite, thotë skandal mas skandali, jo vetëm korrupsioni, po në qeverisje primitive e mediokritetit.